Kandidati i koalicionit Vlen për kryetar të komunës së Tetovës Bilall Kasami është në epërsi ndaj kundër kandidatit të Aleancës Kombëtare për Integrim Bajram Rexhepi. Kasami aktualisht udhëheq me një diferencë prej rreth 3000 votash në raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Rezultatet janë ende jo zyrtare dhe në pritje të konfirmimit nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, por në Vlen shprehen optimist për ruajtjen e kësaj epërsie deri në fund të numërimit. Ky rezultat është shuplak ndaj Ali Ahmetit, i cili bastionin e tij ka Tetovën. BDI shpall fitore në Gostivar. Nënkryetari Arber Ademi shpalli fitore në komunën e Gostivarit Likovës si dhe komunën e Çashkës. Ai njoftoi se kandidatët e AKI-s për Strugën dhe Kërçovën shkojnë në balotazh. Sipas tij, në Kërçovë dhe në Strugë, kandidatët Fatmir Dehari dhe Arsim Dalipi shkojnë në balotazh, njëri me kandidatin e VMRO DPMNS dhe tjetri me kandidatin e pavarur Mendi Qyra. Megjithëse shpall fitore në Çajir, sonte fituan shqiptarët Ali Ahmeti të dalë në pension. Kandidati i koalicionit Vlen për Çajirin, Izet Megjiti, në konferencën për mediat i uroi fitoren Ali Ahmetit në komunën e Plasnicës. Në Çajir, Megjiti tha se fituan të gjithë shqiptarët dhe u pensionua një klasë politike. Sipas tij, Çajiri mbrojti nderin e të gjithë shqiptarëve.